momenti kur Jezusi vjen dhe e gjej atë katrahu tempullin dhe e pastron edhe i largon gjithë gjërat që s'duhet të jenë aty, edhe kur mbaroi kjo situatë, ja se thuhet tek Gjoni kapitulli 2 vargu 17 thot kështu dishepujt e tij i kujtohej se ishte shkruar. Qa ishte shkruar? Edhe kujtohej që po plotësohej kjo profeci. Zelli i shtëpisate më ka përpir. Zelli, pasion. Po qa është zelli tamam? Hajde shkrim te fjalë pikal. Fjalë pikal thot kështu. Zell është një dëshirë e zjarrt dhe kujdes i madh që tregon dikush për ta kryer sa më mirë një punë, një detyrë, një porosi. Edhe është në të përditshmën tonë mund të kenë shumë gjëra që mund ta vjedhin zellin, ta fikin të pasionin, të dashurinë e madhe, të dashurinë e zjarrt për Perëndin, për lajmin e mirë, edhe për gjithë anën, sepse ndonjëherë vjen jeta, ndonjëherë vjen sfidat, ndonjëherë vjen vapa. Edhe ndonjëherë vijnë shumë gjëra tjera dhe sikur na fiket ky zelli që kemi. Kur shiko fotot e Jezusit nëpër piktura që për shembull përshkruajnë bariu i mirë ose gjithë to gjërat që shëmbëllehen, që tregohen me piktura, momente jetës Jezusit, duket sikur Jezusi ka qenë gjithkohën shumë i mirë me njerëzit. Shumë i mirë ka qenë, po t'jepte përshtypjen sikur ky nuk mërzitet asnjëherë. Ky se kur e ka xhan me njerëzit, i do gjithë botën, i do njerëzit, s'përshqef me asnjëri, është si këto njerëzit peace brother, peace me të gjithë, duke sikur e ka me këtë lloj mendësie, duke sikur kur shikon ca piktura të krijohet ideja sikur Jezusi po thotë, shiko, mos u ngusni me ungjillin, mos i thoni gjëra troç, se mos ofendohet njeri, se mos e përdor fjalën mëkat, fol vetëm për dashurinë e Perëndis edhe gjëra të tilla, por nga ky momenti, nga kjo video që nuk isha shumë e qartë, po ta lexosh tek të 3 ungjit nga 4, është momenti kur Jezusi pastron tempullin. Shiko, edhe kjo foto për shembull shëmbëllen atë momentin kur Jezusin e gjen ndryshe. Jezusi është i mirë, është i dashur, por është si qenj edhe luan. Edhe në këtë moment është pjesa e luanit. Pjesa e luanit që është zelli për shtëpinë e Perëndis, për tempullin që ishte quajtur shtëpia e Perëndis, ishte i fuqishëm. Krishti ja kishte heq trunin, ajo rrumuja, ajo poterja që bëhej aty. Në një anë ishin duke ushqit disa qengja, në një anë ishin duke ushqit disa turtuj, disa pollumbesha, në anën tjetër këmbeshin monedhat, sepse në tempull nuk përdoreshin monedhat romake, përdorej një monedhë tjetër, edhe Jezusi nuk tha, po shiko se nuk ka gjë, shiko se kështu janë njerëzit, s'ka gjë që mashtroni nga i qik, se njerëzit kështu janë mashtroj nga i qik, s'ka gjë se Shqipëria e sapi, s'ka fitim Shqipëri pa i qik korupcion, s'ka gjë, mos i trazo gjërat, mos i luj, lej kështu vakët e vakët. A tha kështu Jezusi? Nuk tha kështu. Jezusi shkoj edhe i shemi tavolinat, i hapi ato kafazet, i hapi vatedeleve dhe e pastroj vendin aty. Pse? Sepse shkrimi thot, zelli, dëshira e zjarrt për shtëpinë e Perëndis ishte shumë e madhe. Ishte shumë e madhe. Edhe qa kuptimi ka kjo gjë për ne? Nëse ne themi, unë jam ndjekës i Krishtit, qofshim me këtë lloj zelli, me këtë dëshirë të madhe, për shtëpinë e Perëndis, për kishën e tij. Edhe po pse ta kemi këtë gjë? Sepse Efesianëve kapitulli 1, vargu 22-23 thot kështu. Dhe vuri çdo gjë, Perëndia vuri çdo gjë në këmbët e tij, në këmbët e Krishtit. Dhe Krishtin ja dha përkrye përmbi çdo gjë kishës. Edhe kisha e cila është trupi i tij, edhe plotësia e tij që mbush çdo gjë në të gjithë. Edhe ka një përshkrim shumë të bukur të Krishtit në raport me kishën, edhe kush është kisha? Jezusi është kreu i kishës. Kisha është trupi i tij. Edhe ndonjëherë nuk mund të thush, shiko, unë e du kokën, po s'ta du trupin. Imagjino sa gjë shumë të ishte të thush, shiko, kokën e kam qef, Krishtin e kam qef. Kishën se kam qef. Imagjino ti thush një personi, ta dua kokën, ti imagjino ti them ngrus. Ta du kokën, flokët bjonde, këto sytë që të shkëlqen, këto veshët, hunët,
hunden, se s'ka dy, ballin qafën ku jo t'ja përshkruaj gjithë pjesët që ka koka, edhe imagjino t'i them shiko, por trupin s'ta dua. Sa do shumë të më doj gruaja mua, është shumë i qartë që është sjellje e pajishme, thot pas ka ik nga fiqiri burri. Edhe është por ama ndonjëherë duket sikur te krishterët kështu sillen me kishën. E vërtetë është e duam Krishtin që është koka, por trupin edhe e duam, edhe se duam. Shiko, në fakt kisha është mjeti se si Perëndia i foli botës në shekullin 1, edhe si i ka folë asaj shekull mas shekull mas shekulli. Edhe kisha le të jetë si bazë misioni, si bazë përgatitje, është që vim këtu, karikohemi, mbushemi, marrim armatim edhe për dal nesër në terren që ndajmë dashurinë e Perëndisë, që ndajmë lajmin e mirë, kudo që jemi, edhe është shiko, sa më shumë zell, edhe sa më shumë pasion të kemi për kishën, aq më shumë ndikim mund të sjellim. Edhe aq më shumë dritë edhe krip mund të jemi. Çfarë thuhet te Mateu 16 kapitulli 16 vargu 18 thotë kështu. Jezusi tha: "Dhe unë po të them gjithashtu", edhe i drejtohet Pjetrit në këtë rast, se ti je Pjetri, dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë. Kur Jezusi tha kishën time, nuk kuptoi ndërtesën fizike. Nuk kuptoj, pavarësisht se Vatikani këtë vargu, me qëra fjala, e ka marrë fjalë për fjalë, edhe kisha e parë në Vatikan është ndërtuar mbi varrin e Pjetrit, sepse është marrë literalisht fjala që mbi ty do ndërtoj kishën time, por në fakt, në të vërtet, kuptimi kisha si trupi i Krishtit, është jemi ne gurë të gjallë, si që thot shkrimi, ne jemi gurë të gjallë të ndërtuar në trupin e ti, dhe jo gurët fizik, edhe se cili prej nesh duke u ndërtuar, duke u lidhur, formojmë të trupin e Krishtit, kur Krishti është guri i qoshes, çfarë kuptimi ka? Guri që mban lidhur gjithë të tjerët.